Mirë, më rikthye. Në studio për të folur tashmë, siç e bëm dhe prezantimin në hapje të programit. Sot ndalim pak tek një temë që le të themi na ka prekur të gjithëve, vazhdon ende të jetë shqetësuese sidomos në Shqipëri për abuzimin tek fëmijët, që fizik po edhe ai psikologjik. Rastet ka qenë pafundme vitin që lam pas, por jo vetëm, edhe në fillim të vitit u hasëm një rast as pak të mirë, ku thuhet që një nën paktën ka abuzuar fizikisht, jo, nuk mund ta themi, po psikologjikisht fëmijët për shkak të një gjendje të mjerueshme që ajo i kishte lënë, rasti u bë viral, komente nga që nga më të ndryshmet, ende nuk është kuptuar tani si qëndron e vërteta, a realisht fajin e ka Ejëma apo Vjera e cila publikoi videon, e shumë raste të tjera që kemi dëgjuar, qoftë edhe dhuna në shkollë. Një pikë pyetje të madhe që ne ngrejmë është tani fajtor, a janë prindrit, neglizhenca e prindërve, çfarë po ndodh me ta, apo gjithashtu edhe një ndikim që unë mendoj që edhe shkollat duhet të kenë, paktën mësuesit tek fëmijët, tek zhvillimi i tyre, edhe shoqëria në tërësi. Edhe në shoqëri, po flasim pak edhe për shenjat para lajmëruese. Shenjat ku duhet shqetësohemi, çfarë duhet të bëjmë, apo cilat janë gabimet, edhe këshillat që duhet të marrim. Kemi psikologen Anora Kroj, mirëmëngjesi Anora. Faleminderit. Dhe Mario Mema, punonjës social. Mario, mirëmëngjesi. Na është që ju kemi. Anora, nisi me ty si një psikologe, por që janë bindur që të tjerë pas here dhe pothuajse çdo ditë hasesh me raste nga më të ndryshme dhe dëgjon. Çfarë po ndodh me fëmijët sot në shoqërinë? Sa mund të themi po është rritur dhe numri edhe rasti i abuzimeve, që fizike apo dhe psikologjike në Shqipëri? Atëherë, dhuna është një fenomen dhe është një plag e cila transmetohet dhe është ndërbresnore, nga njëri brez të brezin tjetër. Nuk mund të themi që kjo ka lindur dhe është produkt i të tashmes, por ne e dim shumë mirë që kjo është një plag e cila është transmetuar edhe ka lënë gjurmë në sjellje, në trup, në çdo element që përbën personalitetin njerëzor. Aktualisht, ndoshta, ajo që po është problematike, është mënyra se si bëhet publike dhuna, mënyra si rastet transmetohen nëpërmjet jush, nëpërmjet medias. Dhuna ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë. Mënyra se si dhunohen fëmijët mund të kenë ndryshuar disi, patjetër, sepse ne evolojmë edhe prindërimi mundohet të përmirësohet, të modelohet, të kemi ndryshime. Por ajo ekziston dhe bashkëton bashkë me prindrit e fëmijët. A ka një limit mes një sjelljeje autoritare të një prindi apo një diferencë të hollë mes asaj që konsiderohet sjellje autoritare dhe dhunë psikologjike? Po, sjellja autoritare është një sjellje e caktuar, që nëse bëhet në mënyrën më të mirë që prindi mund ta bëjë ndaj fëmijës, nuk është dhunë. Dhuna presupozohet kur dëmtohet mirëqenia fizike, emocionale e fëmijës në tërësi. Mënyra se si prindit zgjedhin të prindërojnë me fëmijët e tyre, duke qenë se fëmija është më i dobët dhe baza e sigurisë emocionale dhe fizike gjendet tek prindri. Dhe prindri shpeshherë në trysni të ndryshme, sepse ne dim që dhe aspekti social është i rëndësishëm, po ashtu psikologjik dhe çdo komponent tjetër në mënyrën se si prindi do të prindërojë ka shumë rëndësi. Padyshim, unë dua të kuptojmë dhe t'jap rëndësi diçka. Fëmia është produkti, fëmia nuk ka asnjë faj në këtë gjithë situatën. Është prindi ai si e menaxhon emocionin, sjelljen, si zgjedh ta bëjë autoritetin te fëmia, sepse kjo është zgjedhje. Unë e di që ne si shoqëri e kemi shumë të lehtë për ta racionalizuar dhunën dhe për ta përdorur një mekanizëm mbrojtës që po nuk bëra asgjë, ose kjo që bëra unë ishte diçka e vogël, ose kështu bëjnë të gjithë. Por këto janë thjesht justifikime të cilat nuk na ndihmojnë, nuk na përmirësojnë në prindërim, nuk ndihmojnë fëmijën në këtë rast, por thjesht ne përdorim mekanizma mbrojtës për të justifikuar dhunën. Po, Mario, sa i përket sjelljeve, si mund të kuptojmë ne kur një fëmijë është i abuzuar, qoftë fizikisht, psikologjikisht, nga prindërit, nga shoqëria? Po, normalisht fëmia ka komplet sjellje ndryshe nga ajo që ka pas më para kur ka qenë normal. Ndikon shumë aspekti emocional, shenjat normalisht që qoftë fizike, qoftë shenja
që është më i ndrojtur, është më pasiv, nuk është ai që ka qenë dikur aktiv, më Pra thënë nga një qiltër, fri social thua ti është shumë i mbyllur, introvert. nuk i shpreh as ndjenjat, as pozitive, as negative, më thënë, mbyllet komplet si njeri. Mario, duke qenë se ti je punonjës social dhe kam përshtypjen ju merrni një sër telefonatash nga ata që denoncojnë dhunën e fëmijëve të abuzuar, qoftë edhe psikologjike në këtë rast. Kush është telefonuesi? Është vetë prindi, janë komshinët, është familja e njërës palë, janë fëmijët më të rritur? Kush janë ata që denoncojnë? Vetë fëmijët abuzuar. Vetë fëmijët abuzuar, mendoj se është aspekt pozitiv për shkak se Flasim për një lloj moshe, ata që është adoleshentë. Janë minoren, tek 10 deri në 14 vjeç. Kjo, sepse këta kanë akses në telefon apo që mund të përdorin apo që mund të kontaktojnë. Edhe e them këtë aspekt pozitiv që janë këta që janë të abuzuar që telefonojnë për shkak se e kuptojnë që nuk gjëja nuk mban më, nuk ka një lloj ndërgjegjësimi. Po ndërgjegjësimi dhe Ka pasur raste, Mario, që për shembull një telefonat e tillë nuk ka qenë, pasi është vërtetuar, nuk ka qenë një dhunë e mirëfillt e prindërve ndaj fëmijëve në këtë rast, po mund të ketë qenë ndonjë lloj ndryshimi që fëmia minoren bën ndaj prindërve për një dëshirë që ata s'ja kanë plotësuar? Duke ditur tani që çdo gjë merret si formë abuzimi apo bullizimi dhe fëmijët e keq kuptojnë, e keq interpretojnë edhe mund ta marrin për keq sjelljen e prindrit apo të shokut të tyre dhe për çdo gjë mund ta ankohen. Është dhe kjo, qëndron dhe kjo. Po konkretisht cilat janë, mund të themi, ankesat që kanë, pra ku ju telefonojnë, çfarë është një rast që është intensiv gjatë gjithë kohës, është një rast që tha dhe Romina që mami s'më plotësoi këtë dëshirën, po më bullizon. Në lidhje me prindrit është kjo pjesa e mosplotësimit të dëshirave apo e një të foluri me tonë të lartë edhe mund ta marrin si formë dhune. Kurse me shokët këto format e shakas, më thënë që keq interpretohen prej tyre. Se edhe në shoqëri mund të bëj shaka me njëri tjetrin, edhe në njëherë kalojnë, në njëherë... Ka i marrin këto informacione, Mario, pra që të telefonojnë punonjësit social, pra këto qendrat sociale, nga e din këtë informacion, ja thot dikush që merre këtë se do të ndihmoj? Tani është kohë internetit, çdo gjë është aksesueshme, që mësohen, po edhe në shkolla ka punonjës social, ka psikolog, kështu që janë të informuar të gjithë. Dhe çfarë bëni ju mbrapa, pra telefononi prindrin, gjeni kontakt, përpiqeni që të lidheni dhe me ta dhe të shikoni si realisht situata? Si fillim kuptojmë rastin. Si fillim kuptojmë rastin nga fëmia çfarë do të thojë ai me atë. Do të thojë me atë. Më pas merr rastin nëse shkoni në banesë, bëni një intervistë aty apo e gjithë biseda bëhet në telefon? Si fillim është në telefon. Më pas identifikojmë rastin ku jeton, ku banon prej fëmijës normalisht, nëse ai jep ato. Nëse është vërtet gjëja, ka nga ata që japin informacionet ku banojnë, normalisht që vemi atje, shkojmë atje. Më pas, pasi bëjmë identifikimin e rastit, kontaktojmë me familjen e tyre dhe merrni masat e dura në këtë rast. Cilat janë rastet ku duhet përfshihet policia? Policia, nëse nuk ka bashkëpunim nga familja. Fillimisht shkoni ju, pa pasur nevojë në një oficer me vete. Më pas merren në institucione të tjera. Anora, Mario po flet për rastet kur janë fëmijët vetë ata që denoncojnë dhunën, po në moshat që janë edhe më të vegjël, që mund të jenë jo vetëm dhunë nga një dhunë fizike në shtëpitë e tyre, po edhe një dhunë psikologjike. Për shembull, shpeshherë ndodh që çifti nuk ka dakordsi mes tyre dhe mund të kenë sherrë, fëmia mund të jetë edhe shumë herë më i mbyllur dhe i dhunuar nga ajo që sheh në shtëpi, nga sherrët mes prindërve, nga mos kushtimi i vëmendjes. Kush e kuptoni pari kur ndodh kjo gjë? Cili është roli i mësuesit apo edukatorit në këtë rast? Ku duhet drejtohet ai? Po, është e vërtet kjo se rastet që tha Mario janë rastet që mund të jenë edhe shumë të rënda, që fëmia është shumë i dhunuar
edhe ka ngritur tashmë zërin, edhe ka mundësim për të telefonuar dhe është intergjeshëm, por ka raste, si që thoni dhe ju, kur janë raste mosh më të vogël, por ndoshta dhe me pamundësi, sepse mund të jenë aq shumë të dhunuar psikologjikisht, sa mos ta bërë këtë hap. Dhe ndonjëherë ata nuk e kuptojnë realisht që janë të dhunuar, sepse janë në mënyrë të vazhdueshme dhe konsistence në sjellje të tillë. Do ju bëhet një normalitet, ju kthehet në një standard jetese. Por, pa dyshim, në këtë rast është roli i edukatorit dhe mësuesit. Ata pa dyshim e kuptojnë një fëmijë të dhunuar. Një fëmijë i dhunuar ndryshon sjellje, ose sjellje internalizuese, ose eksternalizuese. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që fëmia në momentin ka dy lloj mënyra si reagon kur është i dhunuar, kryesisht. Dihet i vetmuar, izolohet emocionalisht, nuk ka dëshirë të flasi, bëhet fëmijë i heshtur. Ata fëmijët zakonisht që rrinë një cep aty, edhe duken si fëmijët më të mirë, më të qetë, edhe madje edukatorët shpeshherë mund ta keq kuptojnë dhe thonë shumë fëmijë dëgjuar, është shumë të kupton shumë mirë. I duket si thjesht i urt. Por në fakt fshihet diçka tjetër. Por në fakt mund të fshihet diçka tjetër që psikologu në këtë rast mund të jetë shumë i kujdesshëm dhe ta kuptojë këtë aspekt. Përse fëmia sillet në këtë mënyrë. Si rregull në kopshte ka psikolog që merren me këtë. Patjetër që po. Pastaj kemi dhe ndryshimet në sjellje kur fëmijët kanë këtë anën tjetër të sjellurit kur janë shumë agresiv. Fëmijët që për një që më të vogël, për një stimul që ndoshta ai mund të jetë pak i rëndësishëm, por aman ai sinjalizon dhe zgjon tek fëmia ndjenjat që ai ka përjetuar më parë në familje, në këtë rast nga prindrit, dhe ai bëhet shumë agresiv. Mund të bërtasi, mund të çojë zërin në një mënyrë që thua çfarë ndodhi, kupton për çfarë, por është pikërisht ky agresivitet që ai e ka në veten e tij, e ka të njohur si sjellje dhe nuk e pranon dot, Në atë lloj ambienti është rritur dhe zhvilluar, mund të themi, edhe kështu në familje. Dhe e ka më shumë të lehtë për ta shfaqur tek një fëmijë që është më i dobët se ai ose në moshën e tij, sepse gjithmonë fëmijët e dhunuar e kanë frikën e autoritetit, siç e kanë të prindrit, ashtu e kanë pastaj në shkollë tek mësuesi, më vonë kur rritet nga drejtori, nga shefi. Figura e autoritetit jep gjithmonë ndjesi negative, faj, turpi, sa ndikon kjo lloj sjellje në adoleshencë më pas? Flasim edhe për raste që kemi parë fëmijë të cilët kanë përdorur mjete të forta duke u rrahur dhe duke u vrarë me njëri tjetrin në ambientet e shkollës, por edhe jashtë. Kjo është një ndër shenjat e para që mund të sjellë dhe mund të arrijë që fëmia në adoleshencë të shkojë deri në këtë pikë, pra të jetë agresiv sa që një lloj shfryrje mbasi. Mund të lidhet apo edhe gjithmonë siç e thanë Mario ne studioj. Ajo mund të shkojë edhe për te adoleshencës, mund të zgjasë edhe gjithmonë. Sepse dhuna nuk është diçka në momentin që ti dhunohesh, në çfarë do moshe, sidomos kur fillon në moshën e hershme, ajo mbartet bashkë me ty, rritet. Ajo transmetohet, nuk ka se si të zhduket, ajo ndjehet në trup, në sjellje dhe në çdo element të personalitetit njerëzor. Por do të thënë që edhe shërohet në kohën me trajtimin e duhur. Patjetër, me një psikoterapi në mënyrë efikase, sepse ky është roli jon, që nëpërmjet kujdesit të veçantë të trajtojmë edhe rastet kur janë realisht dhunë të forta psikologjike, fizike, por unë do të thoshja edhe neglizhimi është një formë shumë e rëndësishme e dhunës. Prindër që ndihen të lodhur, prindër që e lejojnë fëmijën të qëndrojë pafundësisht. Po çfarë po ndodh sot realisht? Pra prindërit e kanë humbur sensin dhe të qenurit të përgjegjshëm për të rritur fëmijët, pra nuk po e kuptojnë që edhe prindërimi është përgjegjësi më vetë, është një punë që do angazhim, sepse ti po merresh me zhvillimin e një fëmie, do kohën e vetë dhe fëmia për kushtimin, i lënë në telefona tani, kemi rastin e vajzës në Durrës, që i kishte lënë fëmijën në një gjendje të tmerrshme në shtëpi vetëm, ndërkohë ajo ishte larguar. Ajo që vjet re, edhe besoj jemi dakord për këtë që ka prindër të mirë, prindër që duan të prindërojnë dhe prindër që e kuptojnë dhe kuptojnë dhe tek vetja problem, dhe janë të dërgjeshëm, se këtu është problemi, se prindrit shpeshherë e justifikojnë sjelljen tek vetja dhe gjithmonë gabimin mund ta shkojnë të projektuar tek fëmia. Dhe gjithmonë bëjnë pyetjen pse u solle kështu, por nuk është kështu mënyra si duhet të afrohemi te fëmijës, po çfarë e bëri të sillesh kështu, si u ndjeve që u solle kështu. Dhe kështu hyn më tepër në brendësinë e fëmijës, për ta ndërtuar këtë fëmijë të shëndetshëm dhe me të gjithë komponentët e nevojshëm si social, si psikologjik për të bashkëjetuar në mënyrë sa më të mirë në mjedisin social që ai do të rritet, duhet jemi pikërisht të kujdesshëm në këto momente, sepse
çfarë do të thotë prindërimi, është një koncept është shumë i vështirë. Përgjithësi. Dhe përgjithësi është dashuri, janë të gjitha elementet e kompleksikuar dhe të bëjnë të sillesh në atë mënyrë që një prind sillet. Për atë që çfarë po ndodh dhe përse ka neglizhim, janë padyshim faktorët social, edhe ekonomik, po ashtu edhe natyra emocionalitetit të prindit, sepse nëse një prind nuk menaxhon dot emocionet e veta, nuk është i ndërgjegjshëm, ka shpërthime të caktuara emocionale, po si ai natyrisht ja transmeton fëmijës së tij këtë gjë dhe kthehet i gjithë kjo në një kaos emocional që bashkëton në familje. A janë prindrit ata që e kuptojnë të parë se çfarë nuk shkon me fëmijët e tyre, apo janë edukatorët, mësuesit, ndonjëherë edhe komshinjt apo familjarët e tjerë? Se ndonjëherë që prindrit janë të fundit edhe që e marrin vesh. Domethënë jo se s'janë të vetëdijshëm çfarë po ndodh, po janë aq shumë të zënë me jetën e tyre, me zënkat e tyre, sa nuk e kuptojnë çfarë dëmi po i shkaktojnë fëmijës. Dhe duhet një ndërhyrje nga jashtë pastaj që të kuptohet çfarë po ndodh. Ka raste Mario që ju marrin telefon mësuesit dhe bëjnë denoncime të tilla, apo edukatorët, apo komshin, familjarët? Jo, nga edukatorët apo nga të rritur s'ke marrë telefonata, por nga shokët e tyre po. Nga shokët e tyre po, që sjellin raste për nxënës të tjerë. Që ty të ka bërë shumë përshtypje, Mario, ose pak më i... Po flet për bullizm, se ta që marrin... Për bullizm në shkolla, më shumë kjo është bullizm, pastaj e tjetra dhuna, më thënë zënkat, apo që më të janë të tjerat. Rasti, një specifik mund të jetë largimi nga shoqëria e një nxënësi, më thënë një pjesëtari të klasës, shokut të tyre, se nuk kanë pëlqyer për shkak të pamjes tij, që ka qenë ndryshe prej tyre. Dhe janë shokët ata që marrin telefon, po thua dhe jo mësuesit. Edhe pse janë bashkuar me pjesën e madhe të grupit, ka nga ata që janë të ndjeshëm dhe u vjen keq më pas, edhe e marrin një hap për ta ndihmuar. Por që pa, jo në ndjeni të masës, në ndjeni të grupit, po më veta. Duket pak neglizhencë kjo, Anora, që janë shokët ata që marrin telefon dhe jo një i rritur, jo mësuesi në këtë rast? Duket sikur ne mbyllim syt për ata që nuk na takojnë ne. Themi, okay, bëjnë çfarë duan, është familja e tyre. Sa të papërgjegjshëm jemi bërë ne si shoqëri? Zakonisht fëmijët e kanë të vështirë të flasin me fjalë. Kur janë në mjedise, pak kur autoriteti është aty mësuesi, ata flasin nëpërmjet sjelljes. Po ndonjëherë mësuesi mund të jetë pak, ndonjëherë jo shumë i kujdesshëm për t'i vënë këto elemente që ne i tham pak më sipër. Por çfarë ndodh në grupet kur ata ndihen të barabartë, me bashkëmoshatarët e tyre, që flasin më hapur, më lirshëm, ata e shprehin. Dhe shoku mund ta kuptojë shumë mirë në këtë rast, sepse është pjesë e grupit, e dëgjon drejt për së drejti shokun, ja kupton, ja ndjen, është empatia më e lartë midis njëri tjetrit dhe kjo është një gjë pozitive që të paktën edhe fëmijët nëpërmjet njëri tjetrit ndërgjegjësohen dhe sinjalizojnë kur ka dhënë, sepse faktikisht edukimi dhe ndërgjegjësimi është bërë mirë, po bëhet mirë që fëmijët po bëhen koshient kur janë janë dhe emotiv. Po, janë dhe emotiv dhe kjo është gjë pozitive, sepse nëse fëmijët e kuptojnë ndërmjet tyre, e sigur që kjo transmetohet edhe tek mësuesi, sepse s'ka se si të ndodhi ndryshe. Unë nuk dua të besoj që ne jemi më pak të kujdesshëm ndaj dhunës, unë dua të gjithmonë jap rëndësi edukimit emocional që duhet të ketë nëpër shkolla, nëpër kopshte, sepse aty fillon. Nëse kemi një fëmijë emocionalisht të sigurt, që ngjen paqe dhe harmoni në mjedisin ku është, atëherë ky është çelësi, sepse ndihesh i sigurt për të folur, për të shprehur, për të sjellur dhe kështu e kuptojmë çfarë shkon dhe çfarë kamuflojnë ndryshe nga të rriturit. Me fëmijën. Po, unë doja të pyesja në çfarë faze jemi ne si shoqëri kur flasim për dhunën emocionale, psikologjike. Duke qenë se jemi një shoqëri që diskutojmë akoma dhunën fizike. Po, dhuna fizike është shumë e evidentueshme. Dhuna psikologjike duhet të studiohet më mirë rasti, edhe duhet të flitet më me shumë kujdes. Jo detyrimisht dhe për dhunën fizike duhet të jemi kaq të pakujdesshëm, sepse unë vërej që rastet bëhen mediatike, flitet shumë, madje jepen doza shumë të larta paragjykimit dhe gjykimi për nënat, për prindrit, pse veprojnë atë mënyrë që veprojnë, por kështu dhunohet edhe fëmia, sepse ai fëmijë dëgjon
për prindin e Bëm dy tij. herë dëm. Po, sepse duhet jemi shumë të kujdesshëm. Emisionet dhe fokusi duhet të jetë si ta ndihmojnë fëmijën të ngrihet emocionalisht, ta kaloj këtë traumë, të kapërcej nëpërmjet Dhe jo si të shes. nëpërmjet ndihmës psikologjike dhe jo vetëm si të bëhet lajm një histori që një nën ka braktisur fëmijën apo dikush e ka goditur apo dikush e ka dhunuar A ka psikologjikisht. raste ku prindërit nuk janë koshent që Bullëzohet fëmija? Jo, po që po ushtrojnë vetë dhunë psikologjike të fëmijët. Po ka raste, sidomos kur prindrit kanë mekanizma shumë të mira mbrojtës, kur ata mendojnë që kështu janë sjellë dhe prindrit e mi me mua, por asnjë gjë nuk ka ndodhur, unë jam shumë mirë. Dhe unë kështu do të vazhdoj, sepse këtë nuk e kjo është natyrisht modeli vazhdueshëm që nuk ndërpritet kështu me njëherë, sepse ne modelojmë dhe nëpërmjet asaj që modelojmë ne sillemi. Çfarë shikojmë, ne do ta bëjmë. Çfarë shikojnë fëmijët që janë sot të vegjël, e sigur që ata do të prindërojnë në të njëjtat mënyra dhe trajta dhe me fëmijët e tyre që do të kenë nesër. Prandaj shumë Pra, e s'ka rëndësishme. imponuar me pa vetdijen tonë. Bas edhe me vetdije. Prindër, Jo, e kam fjalën kur prindrit, mënyra tek pyetja që Ka bëri prindër që janë të pavetdijshëm, por janë një lloj dhunë, presioni psikologjik fëmijës, por nuk po e kuptojnë, se thonë dhe prindërit tana janë sjellë me ne dhe mirë kemi qenë. Po, bënda ti ti thua prindërve tanë sot po kalojnë periudhë stresante, nuk ta kuptojnë, çfarë është stresi, thoni ju me stresin. Ndikojnë edhe këto. Jemi rritur me tillë forme. Edhe është pak e vështirë, edhe tek po, nuk janë njohur me këtë koncept. këto janë mënyra justifikimi dhe racionalizimi që ne i bëjmë dhunës, por nuk duhet të mbetemi në këtë nivel, Pikërisht. sepse duhet të kuptojmë që kjo është e dëmshme. Dhe e bukur është se të gjithë prindrit e dinë që është e dëmshme. Nuk ka asnjë prind që të thonë dhuna mbron, dhuna është e mirë, por të gjithë thonë që ka efekte negative, që nuk e ndihmon fëmijën, por aman, brenda shtëpisë së tyre shumë prindër e bëjnë. Dhe kjo është Jo, nuk e pranojnë, dhe nuk e Në një pranojnë. mënyrë për një tjetër, se gabojnë dhe ata. Prandaj edukimi emocional duhet të fillojë që në momentin që dy të rritur kanë dëshirë dhe e konceptualizojnë të sjellurit një fëmijë në jetë. Që aty që të përgatiten emocionalisht, sepse nuk është kaq detyrë, është e bukur, ka dashuri, po duhet të ketë dhe siguri, duhet të ketë dhe mbështetje, që prindrit ta bëjnë në mënyrë më të mirë të mundshme, për të qenë ndaj, sepse kur një prindëron mirë, di çfarë bën, është shumë i qetë për të vazhduar dhe gjithë proceset e tjera jetësore, sepse e ndjen prindri kur e bën mirë detyrën e tij dhe e ndjen po ashtu dhe kur ç'don dhe nuk është aq prindi mirë. Mario, për të bërë edhe një thirrje të fundit për gjithë ata që janë dëshmitarë të një rasti dhune, apo gjithë ata fëmijë që janë duke përjetuar minorenë, që janë duke përjetuar një rast abuzimi dhe duan një lloj ndihme, ku mund të telefonojnë? Cili është numri i këshillimit që ju jeni aty dhe për t'ju ardhur në ndihmë? Po, radhë parë, të gjithë dhe sugjeroja që ta shprehin atë që kanë. Të shprehin të çdo gjë që po mos të hezitojnë. Çdo shqetësim, çdo problematik. Radhë parë të njëri tjetri, të nimi i rritur, kado që kanë pranë. Kjo është më rëndësishme. Po, kjo është më rëndësishme shpreja. Se në mos ata dikush do i ndihmoj, do ju telefonoj. Po, patjetër. Numri telefonit është linja e këshillimit Alo 116. Aty ka akses 24 orë, është falas për këto. 116 Po. Okej, super. Mund të telefonojnë dhe të shprehin çdo shqetësim aty dhe jepin ndihmën e duhur. Është ndihmë shumë e madhe për ata dhe jo vetëm. Shumë faleminderit Anora Mario. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për gjithë informacionet dhe këshillet që na dhat. Faleminderit. Është një temë delikate dhe ka shumë gjëra për të diskutuar. Koha edhe koha që ju kushtoni është shumë pak e limituar, kështu që interesant. Shumë faleminderit, ju mirëpresim sërish. Mirë, shkojmë në hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak me të ftuarin e fundit me një super art. Aça më ke bo amane. Është tani. Ikni.